Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e dytë. Njerëzit gjithu mblodhën, Alin të parë e zgjodhë, edhe të Elhaj Zyber e gjithë burrat e tjerë thanë, të vem Alin e të zëm njerëzin, gjithkush dorë të marë e ta kemi për të parë. Aliu mua më ndjeni u tha, një tjetër të gjeni, në këtë punë si qeshi, me të vërtetës se deshi, po e tërë bota donte, këtë barë t'ja ngarkonte. Kshu u mblodh e u përmblodh barën si për jahodh. Edhe të Elhaj me Zyber dhe gjithë shokët e tjerë thanë, puna zvet e mbarë po zvum Alin të parë. Ata të tërë kshu thanë, a ju tha, vini të Elhan. Të Elhaj tha, për para teje, zdal, mos kini shpres me. A ju tha, vini Zyber, pa ka dhe shumë të tjerë. Këtë doni atë vini, u lutem mua më lini, unë nga gjithë më parë dorën e ti duke marrë do ta kem mik e mbi krye. Mali Qeshteri ju kthye, tha, është jotja kjo punë, pas fjalës që di unë më dhenë mos e lërë, të prishet farë e të bjerë, nuk e lanë dorën tënë, me i pare ynë, çka thënë? Punën e drothme për drothme, më deg e hothme, gjersa hynë djallëzit, na prunë më këtë ditë. Punës pse i ri huaj, këpret ta bënj, as më thuaj? Sheset zhbëri ligësia, e qyshu bë Arabia, nga vdekje e të parit tënë, vjet 25 u bënë, bota nga dalë po vinë, në rip em në gremin, puna jon u çkatërrye, edhe fati bardh u thye, gjithët zbëm dëm në vanë, ligësit në shesh të janë, puna që është marrë zvarë të mos përmbyset farë. Po s'moret i parësin, do t'a qajmë Arabin, se nuk i lë ligësia, e remja edhe lëpëria, djallëzit e marëzit të qasen mirësit. Nuk zbëjnë do të tjerë, pa të hysh ti këtë herë, ka nevoj njerëzia, tani ti dhe Perëndia. Puna është më qaftë tënde, ç'të ka thënë, ç'të kanë thënë përmende. Në në lënç dhe këtë herë, neve vamë në skëterë, gënjeshtër të madhe në gjallë, së vërtetës ti kesh malë, po së të vumë ty të parë, ne djalli do na marë. Ep na dorën ta zëmë, se ne teatri njeri zvëm. Kështu tha Mali Qeshteri, pa të Elhaj dhe Zyberi u lëshuan me njëherë edhe të tjerë, e të tërë qish njerëzia muar dorën e tia. Gjithë dorë duke marë e bën Alin të parë, barë në si për jashtun, Aliut me të përdhun. Po ai se doj madhërin, kishtë të bëj me Perëndin. Gjithë një në këtë jetë ishte me Zot në vërtet, kishte mik varfërin, e kishte ullet të shtëpin. Madhërin nuk e donte, për para njeriu shkonte, ma kutësin e përzinte, lakëmime të sidinte, të varfërit kujtonte edhe qante aferonte, në prak të ti kushdo shkelte, duar that nuk delte. E prishte gjën e shtëpin për të ushqyer varfërin, dhe shpirtin e ti kërkonin, kurrë jo nuk dëgjonin. Një të di që sa një dit, zvinte në gojë kafshit, kujdoj i flinte me të mirë, dhe me shumët ëmbëlsirë, njeriu edhe ta shante kur a y më risimbante, gjithë çështë njerëzia ishte fëmijës e tia, për çdo njeri kish mëshirë, dhe kujdoj i bënte mirë, armik kur nuk ishte, me gjithë botën mik ishte, punonte për Perëndin, duke dashur njerin. Perëndin atje e gjente, ajo udhë i pëlqente. Dituria, njerëzia, miqësia, dashuria, urtësit, mirësit, të gjitha ishin të tit. Ashtu edhe trimëria ish e tërë gjë e tia. Djallëzit e ligësit, pabesit, marrëzit, kur afërës i shkonin, angjëllit ja mërgonin. Thua që ish Zoti i vërtet të faqurë në këtë jetë. Aliu kishte dëshirë që të bëj ditën e mirë, të vi ligë njerëzin edhe bes urtësin. Mendja ti ish shumë e lartë, nuk shkruhet në kartë. Po njerëzit e Mervanit
Fara e fisë Sufjanit përsipër e kishin marrë si cili ish bërë i parë, gjithkush mbret ishte bërë, edhe të rëndët të tërë, pa njeri nuk peshonin, e fjalën nuk dëgjonin. Po më i lik edhe më i ndyrë dhe më djallë dhe më mëndzyrë, gjithë ligësia vetë, që s'kishte gjë të vërtet, që përmbysi mirësin, la për jetë djallëzin, ishte i biri Sufjanit, më i dashur i Mervanit, Mavieja pas të nëmë, që ishte mëndzyrë e gjam, ish i like i pabes, pe njerëzije s'kish pjesë. Djalli vetë ish faqeziu me fytyrë prej njeriu. Mbledhur gjithë djallëzit e të tëra ligësit, ma të fytyrë të ndyrë, po e madhe më nxyrë. Aliu ish e vërteta që mbahet soje jeta, ishte vetë njerëzia që atje është perëndia. Mavieja një gërsir, shpirt erët e pamëshirë, ish i rënde i mërzitur, i paudhe i mahnitur, zdonte të shih njeri mirë, për të liga kish dëshirë. Këtë armik në perëndis dhe mëtare njerëzis, kush e nxori prej skëtere? Zoti madh, ti pse ta lerë kush e pru që ish përzëm? Ti o shtrik, o moje thënë, Zoti madh e i vërtet, dhe më i madh u bënë jetë. Mavieja, marrëzit dhe lëpërit e ligësit dhe djajtë të gjithë mblodhi, punën në mes të hodhi, pa ata të tërë të qenë, një nga një me zi e gjenë. Ungrin fare Sufjanit kërkonin gjak në Osmanit. Thoshin, Aliu tama, andaj e vëm të parë. Nuk e donin Alin, se vrau njerëzin. Gjaku nga kush duhe marë, këtë vrisin në më parë, Mavien dhe Mervan që nga truan Osman, ata të dy djajtë e ndyrë e pruna të mëndzyrë. Një shtek ish gjaku i shkret, pa nuk ish fjale vërtet, se Sufjanasit e vran edhe punë e tije Osman. Aliu njerëz të mirë me mend e me shumë mëshirë zgjodhi e i vu në punë, po të shumët ja përzun, se fare turp s'kishte betur, i vërtet kishte vdekur. Gënjeshtra mbretëronte dhe djallëzia gjykonte. Bota u bë e pabes për shtëpi të Fatimes. Shumë të këqia u bën, po mos o qoftë të thënë. Pas vdekjes së Hatixhes nga vashat e Medines, Muhameti punëmbarë dhe gratë të tjera kish marrë. Një nga to ish Aisheja, që e gënjeu Mavieja. Më e rënd ish nga të gjithë gratë, e Babeqir e pat atë. Fatimeja kishte shkuar pas të etë më s'kisht mënuar, gjallin pas ati se deshi dhe më buza nuk i qeshi. I la fëmijë në krejrë, zonje madhe shumë ndjerë. Atë breng, aqë të gjatë, ta hiq dita bëhejnat, dhe e dinte Fatimeja çdo të bënte Mavieja. Aliu për Fatimen dhe Hasani me Hysen, qanë e gjithë njerëzia, pa jetën e mbulojzia. O mëma jonë e vërtet, të qofshin falë për jetë, zemrët të bardhë pate, të keqen e baltësate, atë që e do Perëndia, i jep shumë të këqia. Shi Ibrahim në Musan, dhe Merjemën dhe Isan, Jusufnë dhe Jakubnë, e të varfërin e Jupnë, dhe Daud në Sulejman, Zequrian e Jahjan, dhe Mensur e Nesiminë, e Muhyiddin Arabin, për njeriu në përposhnë, nga njeriu brengë hoshnë. Si a merë mendja njerëzis punërat e Perëndis. Ish martuar tjetërherë Aliu dhe djemë të tjerë kishte si Abazalin, si Muhamet Hanifin, edhe të tjerë burra të mirë të ndjerë. Ngrihet atë djallëzia e gjetë nga Perëndia. Merë fytyrën e Numanit edhe fjalën e Mervanit, le qytetën e Medines i derdhe të Mavijes. Vate në atë sham të shkret, djallëzia vete qetë, merë dhe linjën e Osmanit, ja sjell të birë të Sufjanit. Linjën në shesh të nxjerrin, e të reme shumë tjerin. Nden linjën e Osmanit, veti i biri Sufjanit dhe zë e lëvdon Osman, edhe shokët e Mervan,
bota qajnë e më spushojnë edhe gjakën e ti kërkojnë. Pa i dërgona Jeshes nja 2 a 3 të pabes. Si e mësoj Mavija del në meqe a Jesheja edhe zëgit njerëzin, bin të tër ata që zdin dhe kërkon gjakën e Osmanit, si tha i biri Syfjanit. Ngrihet të djalli më këm, e ha njerëzit me dhëm, edhe Telhaj me Zyber, me 2-3 shokët të tjerë, ikin nga Medineja, ashtu u tha Mavijeja. Në Basrë ngrihen e ven, marën dhe ja Jeshen, lene besën në mënjan edhe fjallën në që dhanë. Po ajo zemra trime zbije fare në shtrëngime. As prishet, as ngushtohet, nga njerëzia smërgohet. Është ngritur rëmeti, si cili hiqet si mbreti, ka në zënë marëzin, lëftojnë me Perëndin. Aliu nuk luftonte, me urtësi doj t'i shtronte, po armikët të zdëgjonin, urtësin nuk e donin. Ajo kishte shumë dëshirë t'i vinë në udhë të mirë, po ishin të pabes, gjithë miqtë e Mavijes. E kishin me të dhënë, me të marrë, me të ngrënë, me të rje për varfërin, andaj se donin Alin. Ajo i mbante së shok, edhe miqe për mbi kokë, ata i kishin me frikë, edhe me kordhe me thikë. Mavijeja njeri zdonte, e njeri nuk peshonte, po nga ajo që një pabes të liqë të kishin shpresë. Gjithë bota u mahnitnë, kërkonin robërinë, i van pas Mavijes që s'kish njerëzie pjesë. Njeriu le njerëzin edhe të zjedh makutërin, merë të ligën, le të mirën, le dritën, merë rësin. Këto i nisi Mervani, që e vuri më punë Osmani. A y ishte i përzën, se tradëtor kishte qënë, zbënë mirë që e prune në punëra e vunë. Foshnjat, kur litnin që moti, jasilnin ati zoti, që vuligj e besë shpres edhe ligësive të les, e punoj për njerëzin, ndritoj gjithë Arabin, i ati Fatimes, që i pru njerëzia bes, i përkëdhelt e i donte, i këndonte, i uronte. Kur lindi edhe Mervan, i apru e ëma me tanë, ta këndonte, ta uronte, të anë e tëmën t'i gëzonte. Po me të parë Mervan, thiri, mos ma qasni pranë, se ky është djalli vetë, që është faqën në jetë, ligësi do të punojnë, jetën do të shkretojnë, e njohu nga fytyra që ishte vetë më nzyra. Qerbelaja, Naim Frashëri, kënga e dytë. Kur këndon bil
Vizitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.